Ju nga tjetër uroj të jeni mirë, dashur miq, ashtu siç folëm brëm, ashtu siç e kishim parashikuar, sot do të ishte një ditë e madhe, një ditë e cila do të rrondiste Shqipërinë dhe do të ishte një pikë kthese e rëndësishme në atë që pritet të vijë dhe atë që pritet të ndodhë. Ka filluar shkërmoqja, zhbërja, çmontimi total i qeverisë Rama, dorëzohet balluku, gjujzohet balluku, SPAK sjell prova të rronditëse të cilat implikojnë ballukun me krimin e organizuar. I ka dorëzuar sot në grupin parlamentar, pra në komisionin hetimor parlamentar, në komisionin i cili duhet të merrte sot një vendim. Çfarë ka ndodhur? Lajm: ka të rronditur Shqipërinë, është rronditur nga themelet qeveria Rama, sepse duket qartë që të gjitha përpjekjet e Edi Ramës për ta vonuar, për ta zvarritur dhe për ta shtyrë çështjen balluku nuk kanë qenë asgjë tjetër përveç një tentativë për të kërcenuar, për të intimiduar dhe për të kryer krime të tjera, qoftë në drejtim të zhdukjes së provave që implikojnë ballukun, qoftë në drejtim të zhdukjes së provave të cilat lidhen me të tjera fakte që mundet ta lidhin ballukun drejt për drejti me Edi Ramën, sepse ajo nuk ka qenë një njeri i normal, por ka qenë një njeri zëvendës kryeministër, ka qenë direkt pas kryeministrit. Ajo që ka ndodhur është se qeveria Rama tashmë ka nisur numrimin mbrapsh, por çështja është si do të administrohet e gjithë kjo fazë. Janë shkërmoqur të gjitha themelet, tashmë pritet vetëm rënia e kontrolluar e qeverisë, sepse dorëzimi i ballukut është i lidhur me disa skenar. Një, me skenarin që balluku ta dorëzojë Edi Ramën dhe të flasë për të, me skenarin që ajo të vazhdojë të bëjë rezistencë edhe për pak kohë derisa të blej kohë, dhe me skenarin që Rama ta sakrifikojë dhe ta bëjë kurban në mënyrë që të shpëtojë vetë edhe ai për të shpëtuar përkohësisht, por jo për të shkuar drejt një shpëtimi të përhershëm. Pse? SPAK-u sot ka thënë atë që e kemi verifikuar prej kohës dhe atë që e kemi disponuar në mendimet tona, në analizat tona, e keni pasur të pranishme e gjithë kjo kohë, ashtu siç kishte thënë dhe SPAK-u. Dhe gjithë kjo zvarritje kishte lidhje me tentativat e ballukut për të prishur provat, për të intimiduar dhe për të kërcenuar dëshmitarë. SPAK ka dërguar provat sot në Komisionin Hetimor Parlamentar, te Komisioni i Mandate, i cili do të shqyrtonte çështjen e ballukut dhe i ka dërguar 2 prova. Ka patur 2 momente të regjistruara nga SPAK. Momenti i parë është kur vetë balluku, sipas dëshmisë së prokurorëve të SPAK-ut sot në parlament. Momenti i parë është kur vetë Belinda Balluku ka kërcenuar drejt për së drejti dhe ata kanë paraqitur transkriptet dhe provat për këtë në parlament, dhe momenti i dytë është kur krimi i organizuar dhe mafia dhe grupet kriminale të lidhura me ballukun kanë ushtruar presion dhe kanë bërë shantazh të hapur për të kërcenuar të gjithë dëshmitarët në mënyrë që të ndryshojnë dëshmitë e tyre. Kjo është një ngjarje e cila nuk ndodh rastësisht në këtë moment. Kjo tregon që qeveria Rama ka nisur pikjadën e saj. Kjo tregon që nuk do t'i pi më ujë as takimi i Washingtonit, të cilin u përpoq t'ia shiste shqiptarëve si sukses të madh. Duket qartë që Edi Rama tashmë e ka dorëzuar Belinda Ballukun me qef apo pa qefin e tij. Çështja është tashmë nuk është më tek Belinda Balluku, çështja është çfarë do të bëjë Belinda Balluku. A do ta dorëzojë ajo Ramën, apo do tentojë të arratiset siç iku Tigri Ahmetaj, apo do të sakrifikohet në emër të qeverisë. Ndaj, loja është bërë shumë e komplikuar dhe laku tek fyti i Edi Ramës e di që do mërziten patronazhistët dhe të përdalët e këtij vendi, dhe të përdalë këtu në këtë vend ka shumë. Ata do të mërziten dhe do thonë që Kreshniku e ka kokën me këtë formë dhe me atë formë, por ne nuk i ndihmojmë dot. Laku po ju vjen drejt fytit tuaj dhe po shtrëngohet. Pse po shtrëngohet laku? Një, ka prova dhe ka transkripte.
2. Aktiviteti i Ballukut nuk ka qenë i heshtur apo i maskuar, kjo tregon që ajo ka qenë në panik dhe ka lëvizur me të gjitha fuqitë e saj për t'i prishur provat, pra nuk është ruajtur. Edhe pse ka qenë e vetëdijshme se spaku e ka patur në survejim, edhe pse ka qenë e vetëdijshme se ka qenë e përgjuar, edhe pse ka qenë e vetëdijshme se ajo ka qenë në një trysni të jashtëzakonshme dhe monitorim të jashtëzakonshëm, ka vepruar, ka intimiduar vetë, ka kërcënuar vetë, por ka përdorur edhe krimin e organizuar që të kërcënoj. Një lloj si kriminalët dhe bastardët të cilët më kërcënojnë mua dhe më shkruajnë në telefon. Ata të gjithë numrat e telefonit i kanë të ruajtur. Ata që shkruajnë në Facebook janë të regjistruar. IP-t e tyre janë të regjistruara. Numrat e telefonit nga Greqia, nga Athina, nga Italia, nga Gjermania, apo nga Amerika, që kërcënojnë në emër të këtyre bastardëve të Shqipërisë, janë të gjithë të rrezikuar, sepse bastardët e Tiranës nuk dalin vetë, por fusin bastardët e tyre të vegjël, të cilët kërcënojnë, flasin, shajnë, flasin pis, kërcënojnë, të gjithë numrat e telefonit janë të ruajtur. Të gjitha kërcënimet janë të ruajtura dhe lënë gjurmë. Hajvanët që punojnë për Ballukun dhe për Edi Ramën. Lloji i kafshëve që i shërben këtij sekti në largim. Çdo lloj kërcënimi që bëni është i regjistruar dhe shkon në SPAK automatikisht. Çdo lloj kërcënimi, lëvizje, me gojë, me shkrim, me dorë, me WhatsApp, me YouTube, me Facebook, çfarë shkruani regjistrohet. Jo vetëm vetë që do të shkoni në kokër të burgut dhe do t'ju shkatërrohet jeta, por edhe shefave tuaj, të cilët ju japin urdhra ju për të bërë sharje, fyrje, intimidime dhe kërcënime, do të paguajnë shtrenjtë. Ndaj edhe Balluku ka bërë të njëjtën gjë. Nuk e ka lejuar paniku që të kujdeset. Nuk e ka lejuar paniku që të shkoj dhe të ruaj vetën. SPAK sot i blinduar dhe i armatosur me një arsenal provash, ka zbritur dhe i ka dorëzuar dhe i ka kërkuar parlamentit të dorëzoj Ballukun dhe imunitetin e saj. Çfarë presin më? E kanë lënë për datën 5 mars. Pra data është 23 deri më 5 mars do hedhin prap do shin lëm deri në 5 mars, sepse mendojnë që duan prap oksigjen deri me 5 mars. Ku do ta çojnë? Duket qartë pra që Rama e ka shitur Ballukun dhe e ka lëshuar, por e ka lëshuar ose me marrëveshje me të, ose pa marrëveshje me të. Në rast se ka bërë marrëveshje me të, i ka thënë do të lëshoj ty, do shpëtosh qeverinë, nuk do hapësh gojën dhe ne do të mbrojmë, do rish sa kohë brenda dhe do dalësh dhe do shijosh lekët që ke vjen. Në qoftë se do hapësh gojën, mund të fillojnë kërcënimet e tjera me familje, me fëmijë, me gra, me burra, me çka kanë këta, me familje, me motër, me vlla, me bab. Sepse kur krimi organizuar humbet kredencialet e tij, ju e dini, Belinda Balluku ka qenë arkitekti dhe ka qenë kutia e zezë e të gjitha marrëveshjeve strategjike të Edi Ramës në energjetik, në industri, në naftë, në porte, në aeroporte, në infrastrukturë. Pra, Belinda Balluku është kutia e zezë jo vetëm e 10 miliarda eurove, të cilat janë abuzuar, por është njeriu që koordinon të gjitha qasjet e reja gjeostrategjike të Shqipërisë dhe marrëveshjet që ajo i ka bërë në dyert e mbyllura, në zyrat pa dritë të qarqeve dhe të lobeve ndërkombëtare, dhe çfarë ka premtuar ajo lidhur me dorëzimin e interesave të larta të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Ndaj, largimi i saj nuk është një ngjarje e lehtë, është një ngjarje që do të trondis nga themelet dhe shënon fillimin e fundit të Edi Ramës, pavarësisht se çfarë ju shet ai nëpër televizionet e tij, me mashtruesit e tij, me analistët e tij, me portalet e tij, janë në një panik të tmerrshëm, sepse ka prova për intimidim dëshmitarësh,
ka transkripte të qarta që tashmë i disponon SPAK-u, ka qartësisht prova të qarta të cilat tregojnë se balluku tashmë është dorëzuar. Nëse në 5 mars do të hidhet në votim raporti për adresim në kuvend, kjo do të thotë një nga dy gjëra. Një, ose SPAK po kërkon autorizim për veprime të caktuara, nëse personi pra ka imunitet, ose po formalizohet një kërkesë për mas sigurie. Pra, duket qartë që jemi në të dytën. SPAK-u do të kërkoj mas sigurie për të. Ose flet arresti, ose do të arrestoj pasi të hiqet imuniteti, ose do shkoj në arrest shtëpie sepse pretendon se ka, jo pretendon, po ka faktin që pas ka fëmijë të vogël e kështu me radhë, që duhet të rrimet të, por në rast se është e kapur me prova, me regjistrime, me fakte, me skripte që e provojnë qartësisht lidhjen e saj me krimin e organizuar, do të thotë ajo është lidhja e Edi Ramës, do të thotë qeveria ka rënë automatikisht. Por si është e mundur, lind një pyetje e rëndësishme, që SPAK tregon sot për deputetët e parlamentit shqiptar se ka prova, ka skripte, ka transkripte, ka përgjime, ka prova të padiskutueshme, se është çështje tjetër pastaj sa kush është provë, çfarë është provë dhe çfarë nuk është provë. Si është e mundur që SPAK-u ka prova dhe nuk ka arrestuar dhe nuk ka vepruar ndaj këtyre personave, të cilët në emër të ballukut kanë intimiduar dhe kanë kërcënuar dëshmitarët. Kjo ndodh sepse personat mund të jenë ende në hetim dhe nuk kanë plotësuar kushtet për arrest. Kjo ndodh gjithashtu sepse prokuroria po e ndërton dosjen dhe po kërkon bashkëpunim të implikuarve, po përdoren gjithashtu si pjesë mund të jetë një skenar e hetimit për të arritur në nivele më të larta, ndaj nuk e kanë kryer arrestin, sepse SPAK-u po do të shkojë më lart se sa balluku. Dhe ju e dini se kush është më lart se balluku. Është vetëm Edi Rama. Gjykata nuk ka miratuar masa më të forta sigurie, sepse ka parë të arsyeshme atë. Ndaj, në sistemin shqiptar, masa e arrestit që të merret kërkon një ose rrezik prishje provash, ose rrezik aratisje, ose rrezik i përsëritjes së krimit. A është ky fundi politik i Edi Ramës? Kjo varet nga disa faktorë. Pikës pari, a implikohet drejt për së drejti Edi Rama dhe a do të tregoj Belinda Balluku që të gjitha urdhrat i ka marrë nga shefi i saj dhe se ajo nuk guxonte që ta bënte. Qeveria ka rënë, nëse bie Balluku politikisht ka rënë. Unë po flas mbi bazë provash tashmë, po flas sa i përket një procesi gjyqësor apo një procesi hetimor. Politikisht qeveria ka rënë. Politikisht qeveria Rama tashmë është shkërmoqur. Çështja është, a implikohet drejt për së drejti në proces gjyqësor Edi Rama, duhet të ketë prova që intimidimi është bërë për llogaritë e Edi Ramës dhe duhet të ketë transkripte që e lidhin drejt për së drejti kërcënimin e krimit organizuar me Edi Ramën. Përgjegjësia politike në këto raste nuk është domosdoshmërisht përgjegjësi penale. Prandaj kanë dalë dhe po kakarisin nëpër studiot e televizioneve ende mbrojtësit e Ramës. Ajo që dallojmë në minutat e para të fillimit të rënies së regjimit Edi Rama, ajo që dallojmë tani është se kanë filluar të zbehen zërat të cilat po mbrojnë Ballukun dhe Edi Ramën, kanë filluar duke u tha bështyma. Nuk e kanë gjithë prej Ramazanit tharjen e bështymës, se e kanë se i ka ardhur krimi tek fyti ke Gurmasi. Pyetja më e madhe është, a do të bashkëpunoj Balluku dhe do të mbroj veten, a do ta dorëzoj ajo Edi Ramën? Sigurisht në këtë rast kemi dy skenar. Kemi rezistencë politike që mund ta bëj Balluku,
kemi dhe negocim procedurial. Në të dyja rastet, qeveria ka rënë. Pra po flasim për çështjen e dosjes në dimensionin e saj gjyqësor dhe hetimor, jo në dimensionin moral. Moralisht qeveria ka rënë, ka mbaruar punë. Populli shqiptar duhet jetë i gjithi në shesh. Sepse populli shqiptar duhet ta kuptojë që kjo qeveri anti-shqiptare ka rënë, sepse provohet nga spaku sot me prova të pa negociueshme, të pa diskutueshme, që ka pas intimidim. Problemi është këtu në këtë moment, nëse ajo që quhet kutia e zezë, që është Belinda Balluku, kërkon realisht në formë, ekziston formalisht, pra në qoftë se kutia e zezë e Belinda Ballukut ka prova brenda. Në këtë moment ajo ose do t'i nxjerrë ato prova, ose do t'i fshehë. Në qoftë se dalin provat, Rama bie me gjithë qeverinë. Në qoftë se jo, Rama blen pak kohë deri në një moment të dytë që do ta tregoj më poshtë. Nëse çështja perceptohet si çështje e pastër ligjore dhe jo politike, siç është, sepse ka ndodhur me presion ndërkombëtar, duket qartë që institucionet ndërkombëtare tashmë do ta nxisin shkuarin përpara të hetimit. Në qoftë se do të mendojnë ndërkombëtarët se ky zhvillim dramatik në Shqipëri mund të sjellë dinamika destabilizuese për Shqipërinë dhe për rajonin, ata do të ndryshojnë dinamikën, pra do të mbajnë frena në këtë moment. Çfarë do të thotë aktiviteti i shtuar i prokurorisë në këtë moment? Do të thotë hetim financiar paralel, do të thotë analizë pasurish që ka filluar tashmë për Ballukun dhe për të gjithë tjerët, zgjerim i hetimit ndaj personave të tretë që ka filluar sot, ish bashkëshorti Balla i Belinda Ballukut është thirrur në SPAK si person në DNI dhe forcim i bazës provuese përpara seancave kyçe. Pyetja e madhe $1 milion. Apo shkon Edi Rama drejt fundit pa asnjë diskutim që është duke shkuar drejt mbylljes së ciklit të tij. Sido që të shkoj, çfarë do që të shkoj, ai e ka qartë që me dorëzimin e Ballukut. Dhe nëse Balluku del e implikuar për kërcënim dëshmitarësh drejt përse drejti ajo, dhe më pas krimi i organizuar duke e bërë këtë, siç thot sot prokuroria për deputetët e parlamentit, atëherë Rama nuk është kurse si jashtë kësaj loje. Por ai e di shumë mirë që dorëzimi i Ballukut dhe zvarritja e procesit të dorëzimit të Ballukut nuk është gjë tjetër përveç se një kohë të cilën ai e don për të marrë pakës oksigjen, i cili sipas mendimit të Ramës mund ta shpëtojë atë duke bërë ndonjë makinacion apo ndonjë lëvizje të fortë ndërkombëtare në mënyrë që të amnistojë Ramën, ose do kërcënoj me destabilitet të Shqipërisë dhe të rajonit, duke i thënë shiko se Shqipëria mund të dalë jashtë kontrollit, apo duke u thënë që shiko se po ika unë do vi Berisha, ju nuk e doni Berishën, ndaj që më mbani dhe mua ca dhe bëni si të doni. Këtu do të bëhet loja shumë e komplikuar, sepse këtu ne duhet pyesim çfarë ndodh nëse bie Balluku. Balluku tashmë duket qartë që ka rënë, është goditur energjetika, infrastruktura, projekte me miliardëshe dhe koncesione strategjike me miqt dhe me armiqt e Shqipërisë, me miqt dhe me armiqt e Amerikës, me miqt dhe me armiqt e Brukselit. Rënja e saj trondit buxhetin, trondit qeverinë, trondit marrëdhëniet me kompanitë e huaja dhe trondit të gjithë rrjetin kriminal i cili ka siguruar mandatin e 4 të Edi Ramës, mandatin i cili u fitua pra 82 mandate për qeverinë e krimit.
do t'i çmontohet komplet zinxhiri kriminal i cili provon vjedhjen e zgjedhjeve të fundit. Dhe duhet të bëhemi gati për një situatë të re. Kjo do të trondis nga themelet Edi Ramën jo vetëm brenda Shqipërisë, por edhe jashtë Shqipërisë, sepse ai ka bërë premtime të mëdha për lobe të mëdha, projekte të mëdha, të cilat nëse bie balluku, ato nuk mund të realizohen. Nëse bie Rama, ato nuk mundet të realizohen. Balluku ka qenë koordinatorja më e madhe me kompanitë e huaja dhe kompanitë e huaja, siç e kanë thënë vetë antarët e qeverisë Rama për të justifikuar grabitjen e tunelit me kompaninë turke, për të mbrojtur, thanë që ne shkuam ja dham turqëve dhe folëm me turqit sepse kemi interesa strategjike. Tani ka rënë dashni Rama me Turkun, ka rënë dashni me Turkun dhe i mbush mendje ndeleve se ai ja ka dhënë pa tender turqëve sepse është nevojë gjeopolitike, mos na prishni punën se kemi Turqinë aleat strategjik dhe do e japim tunelin të vjedhë kompania turke. Sepse prandaj pas ka shku balluku, ka fol me turqit në Ankara dhe ka bërë procedurë jashtë tenderimit, sepse pas ka ky Erdoganin dhe Turqinë aleat strategjik, kurse kur shko edhe i thot Izraelit dhe Netanyahos, unë jam lojtari juaj bashkë me djalin tim, bashkë me jetën time, bashkë me familjen time, dhe mbështet krimet në Gaza, aty nuk e njeh Erdoganin dhe Turqinë, kurse kur ka për të nda pare me kompani turke, ka Erdoganin aleat strategjik. Pralla me mbret, që nuk ecin as ke Spaku, as ke ndërkombëtarët, as ke turqit, as ke Erdogani. Erdogani e ka punën me këtë do që të vi Shqipëri, thot, unë jam shteti madh, do merre me këtë do, ka pas mik Fatos Nanon, ka pas mik Sali Berishën, ka mik Edi Ramën dhe Turqia do të ketë mik këtë do që të vi këtu në pushtet. Mashtrimet e Edi Ramës se unë kam vjedh me Belinda Ballukun, sepse kam Turqinë aleat strategjik, kjo është një mashtrim spektakolar, sepse ne nuk pranojmë të vidhet Shqipëria as nga Greqia, as nga Turqia, as nga Europa, as nga Amerika dhe as nga një shtet tjetër në botë. Partneriteti është partneritet, vjedhja e pasurive dhe e gjakut shqiptarëve është vije kuqe. Nga Amerikanët, nga Europianët, nga Serbët, nga Grekët, nga Turqit, nga Arabët, nga kush do që ta bëjë. Miqt nuk vinë për të vjedhë, miqt vinë për të bërë biznes. Dhe biznesi është marrëdhënie. Marrëdhënia në gjuhën shqipe dhe në gjuhën ndërkombëtare do thotë me marrë dhe me dhënë. Është marrëdhënie transaksionale, jep dhe merr. Prandaj biznesi është marrëdhënie biznesi. Bëjmë biznes do thotë fito ti, fitoj dhe unë. Kështu quhen aleancat strategjike. Këto janë aleancat strategjike. Me Europën, me Amerikën, me Turqinë, me Arabinë, me Dikshëltonin, me Mozambikun, me Kongon, me Afrikën, me Kinën, me Tajikistanin, me Uzbekistanin dhe Kazakistanin. Këto janë marrëdhënie strategjike. Marrim dhe japim. Fitojmë ne, fitoni dhe ju. Ndaj, nga që kanë mrit këtu dhe nuk kanë ku ta çojnë hajdutërinë e tyre, fshihen pas sensibiliteteve rajonale, shpesh religjioze. Edi Rama, lider musliman, tha jam, am kuptoni. Shkoj ke pranvera Borakaj në Vizion Plus, tha, unë jam lider musliman. Shkoj ke Izraeli, i tha Netanyahu, unë jam katolik. Po deshe zahon ta bëjmë qifut. Ramën e lindën e kam muslimane, e kam sunite, kam dhe shiit ke shtëpia. Pra ky është gjithë shka i duhet për të ndërtuar fabulën e mashtrimit të ekzistencës ti. Pra është një mashtrues ndërkombëtar. Tashmë Belinda i ka kokën në dorë. Do ta dorëzoj Belinda apo jo? Tashmë ajo që pritet të ndodh brenda partisë socialiste, veçanërisht brenda sektit të Rilindjes, nuk është problemi se Rama do të gjej, mund të gjej menaxher të tjerë.
Problemi është që nuk zëvendëson, mund të zëvendësoj teknikisht, por populli shqiptar nuk duhet ta lejoj më ekzistencën as një minutë të kësaj qeverie hajdute, e cila me rënien e Ballukut shënon fundin e saj. Nëse e lejoni qeverinë vazhdoj, ky popull nuk ekziston më. Ka marrë fund. Meriton të gjitha çfarë mund t'i ndodhin. Në qoftë se ky popull, por a Balluku vazhdon edhe shef Edi Rama se si vazhdon të zëvendësoj. Këtu stopohet situata. Rama ka nis pikjadën. Çfarë do bëj? Mund të marrë ka goca sa dush që i binden aty ky sekti. Se i ve gra, se me gratë i ka marrëveshjet gjithmonë kështu ky. Gratë rinë aty, bëjnë sus edhe bëjnë çfarë i thot ky. Dhe pastaj ky i hedh në kosh. Teknikisht Ballukun mund ta zëvendësoj. Peshën politike të Ballukut nuk e zëvendëson dot. Sepse Balluku ka qenë kontrolluesi, arkitekti dhe menaxherja e të gjitha lidhjeve me krimin e organizuar, siç del ke provat e Spakut. Me prova, jo pa prova, me prova sot i ka çuar Spakun në parlament. Ka kërcënu vetë, ka kërcënu edhe me krimin e organizuar. Largimi i saj shëmb qeverinë. Rama ra, a e pat si e priti Trumpi, se këta ju mashtrojnë, a e pat si e priti, ju tha fyti, rrite nga mrapa, donte të atakonte, bënte kështu, merte, me zor të merte në i përmendi vetëm mbi emrin e kryeministit të Shqipërisë, pikë, kaq. Mbrapa Vjosa Osmani e priti Marco Rubio, këtë e çon ke shoqata e Atlantic Council, shkoi të bëj gjeopolitik aty. Pra ky ka mbaru. Tani fillon rebelimi brenda PS-s, deputet, njerëz, gazetar, analist, portalist, tashmë kemi për të parë si do hidhen nga ana tjetër, do fillojnë të shita braktisin anijen, do fillojnë të lëshojnë leadershipin, do fillojnë distancimin, jo ne s'dim gjë, ne s'kemi lidhje, ne refuzojmë krimin, ne jemi socialistë të ndershëm, ne jemi për të majtën, po përderisa Spaku pas ka prova, kjo që ka rënë, dolën gjithë sot. Fillun ke Top Channel-i, ke Euronews-i, ke kjo kanë fillu me dalë të njëjtët zagar, të cilët e mbronin Ballukun me jetë dhe Edi Ramën, të njëjtët zagar kanë dalë sot dhe kanë thënë, hapni televizionet, në qoftë se pas ka prova për Ballukun, atëherë më vjen keq, kjo qënë ka shumë e rëndë. Pra këta nuk e dinin, këta zagarët, nuk e dinin, e zbuluan sot që i pruri provat Spaku në parlament, dhe thanë, apo pas ka prova, qënë ka shumë e rëndë situata. Tashmë, kanë hedh edhe Ylli Manjani në sulm, opozitarin e famshëm që bënte takime me Berishën. Çfarë po thot Ylli Manjani? Ylli Manjani thot, Spaku është kthyer në bandë kriminale në kuptimin që po bën kërcënime mafioze. Pse? Sepse dosjet e Gjys Agasit ka pas përgjime intime, ku antari gjykatës kushtetuese Gent Ibrahimi pas ka qenë në video intime si pas pretendimit të Manjanit, që ka pas video intime seksuale të tmerrshme, dhe Spaku e pas ka kërcënuar atë, dhe kjo nuk u lejoka si pas Manjanit. Pra, Manjani është i shqetësuar që Spaku e ka detyru Gent Ibrahimin me videot e Gjys Agasit që të votoj kundër vullnetit të tij. Pra po mbron qeverinë dhe po thot antarët e gjykatës kushtetuese, por edhe antarët e qeverisë, edhe nëse janë pervers, edhe nëse kryen krime seksuale, edhe nëse shkojnë ke Epsteini, edhe nëse shkojnë bëjnë pedofili, edhe nëse bëjnë seks në përzyra, edhe nëse bëjnë orgji kokaine, nuk ka si problem, thot. Ligjërisht, ai është antar i gjykatës kushtetuese dhe duhet votoj pro bindjeve të veta, dhe nuk është morale, thot Manjani, që Spaku të përdori kasetat e Gjys Agasit
për të intimiduar antarin e gjykatës kushtetuese Gent Ibrahimi, i cili në 5 dhjetorin e 2025 votoi pro versionit të Edi Ramës, kurse tashmë në fund votoi kundër Edi Ramës dhe i dha të drejtë Spakut që të prish fabulën e Ramës për mbrojtjen e Ballukut me gjykatë kushtetuese që të përfitojë kohë dhe të dalin nga afatet kohore. Janë bërë të gjithë bashkë, kanë qenë bashkë, por tashmë janë të gjithë bashkë, akoma më shumë. Dhe ju e kuptoni që ne do t'ja shmontojmë kockat këtyre me prova, me fakte, me qartësi, i bëj ftesë të gjithë kontingjenteve kriminale, patronazhistëve që shkruajnë, shajnë, kërcënojnë, Facebook, YouTube, WhatsApp, të gjitha numrat tuaj janë të regjistruar dhe janë me gjurmë. Do t'i fusni në burg shefat tuaj dhe ju bashkë me ata, sepse urdhrin e kanë dhënë ata. Ne merremi me politikë dhe nuk ka lind ai qen Birçeni që neve të na shantazhoj apo të na kërcënoj apo të na mbyll gojën. Nuk ka lindur dhe as ka për të lindur. Mos u lodhni kot, patronazhisht do të shkrihen kockat tuaja shumë shpejt dhe të këtij regjimi kriminal anti-shqiptar. Të këtij regjimi hajdut pervers i cili po tret Shqipërinë. Fundi juaj po vjen shpejt. Shqiptar, fundi i tyre është i afërt. Tashmë kemi një mision, të cilin do ta flasim bashkarisht në darkë kur unë të dal live në 21:30. Kini kujdes. Ky është momenti më i rrezikshëm, po shëmbet piramida ka rënë. Tashmë kemi një mision, të mos shkojmë nga shiu në breshër. Kujdes, loja është shumë e madhe. Rënja e Ramës dhe e Ballukut nuk do të thotë që këtu do shkojmë direkt, do bëhet kopsh me lule. Mund të shkojmë në situata teje të rrezikshme dhe mund të vinë disa pisa dhe ndyrësira akoma më të mëdha se këta. Kujdes, tani është momenti të hapim syt dhe të urojmë Shqipërinë. Miru të qofsh.